Herën e kaluar jemi ndalë tek ajeti 41 i surës Fatir, thotë Allahu mëndueshëm: Inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Allahu mëndueshëm është ai i cili i mban qetet dhe tokën që të mos shkatërrohen, të mos lëvizin nga vendi dhe të mos zhduken. Wa la zalata in amsakahuma min ahad min ba'di. Dhe nëse ato zhduken, as kërkush mund t'i mbajë. Mos mund t'i mbajë me fjalë në vendin e tyre dhe të mos zhduken përveç se Allahu mëndueshëm. Pa nëse e ka vendosur Zoti me zhduk, as kërkush mund t'i mbajë ato. Innehu kana haliman ghafura, me vërtet Allahu mëndueshëm është Halim i butë dhe Ghafur falës. Pra, mesazhi është ky që edhe pse Allahu mëndueshëm është gjendë me zhduk, jo vetëm njerëzit që e mohojnë Zotin dhe i bëjnë kufër dhe e mohojnë dhe i bin hasha Zotit. Po Allahu mëndueshëm është gjendë me zhduk edhe qetet dhe tokën, që janë krijesa më të mëdha se sa vetë njerëzit. Megjithatë Allahu mëndueshëm është Halim Ghafur, Halim i butë, i dhimbshëm me robët e tij. Ghafur falës, i falur. Pra përfitiro që kur është kriju me i fjalë Ademi alayhis salam, deri në ditët tona sa miliona vite janë, apo qindra mijëra vite. Përfitiro me i fjalë se sa qindra miliona ose miliarda gjunahe apo faqet derë. Megjithatë Allahu mëndueshëm prapë mban tokën edhe qetin, shërben njeriu. Tokën me gjithë komponentet e saj, shërben njeriu, ajri, dielli, uji, ushqimi, frymëmarrja, procesi fotosintetik, gjitha këto i mban Allahu mëndueshëm, që të mos zhduken në shërbim të njeriu. Pse? Sepse Allahu mëndueshëm është Allah dhe përcilësive e tij është El Halim El Ghafur. Është i butë, i dhimbshëm me robët e tij dhe është falës. Pastaj thotë Allahu mëndueshëm: Wa aqsamu billahi jahda imanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihda al-umam. Dhe ata politeistët u betuan jahda imanihim, me betimet dhe ejmanet dhe eminet me fjalë më të ashpra, më të forta. Betime e kanë pas betimi, wallahi billahi tallahi. Bukur pra u betun që nëse me të vërtet do t'ju vinte atyre një profet ose paralajmërues, pra atyre ju erdhi paralajmëruesi që ishte profeti alayhis salam. Por çfarë thanë? Ti si profet, por nëse me të vërtet neve do të na vinte një profet dhe u betun me betime të forta, do t'jemi më të drejtuar dhe më të udhëzuar se sa popujt më përpashëm. Umem këtu mund ta ketë fjalë, por ka disa komentime mbi këto dietarët, do t'jemi edhe më të drejtuar se sa krishterët ose se sa hebrejt. Dhe ju betuan pejgamberit alayhis salam. Dhe këtu kemi mesazh në për të, se më tha shumë veçantë, shumë pikant. Mos u beto shumë, ai që me gjithmend do me bën një punë nuk ka nevojë më u betu shumë. E para e dyta, ai që me gjithmend ka drejt, nuk ka nevojë më u betu shumë. Ai që premton për ta bërë diçka, thjesht premton, pa shoqëruar me betime. Dhe betimet e tepërta me vetë janë çfarë? Treguesi i pasigurisë me vetë. Janë treguesi i pasigurisë në vetë. Wallahi billahi tallahi për Zotin. Mos u beto. Nëse pretendon se ke të drejtë, ja ku është fakti, pranuar, ajo kry. Marrë punën. Nëse premton për të bërë diçka, s'ke nevojë ta shoqërosh me betime të mëdha të forta. Pse? Nëse do të thuash pas nesër do ta bëj këtë gjë, mjafton fjala. Pse? Ajo që do ta vërtetoj kush është? Pas nesër më. Ta s'ka nevojë për betime. Dhe betimeve sahabët e pejgamberit alayhis salam kanë det larg. Dhe beve. Sa që transmetohet për Uthmanin radiallahu anhu edhe pse ishte milioner, shkoi te kush dhe i tha, më ke dirhem me dhamë. Mi ke marrë borxh dhe s'pi ke kthy. Tha, para s'kam nevojë me të marrë borxh tjetër se e rëndësishme, shkoi te pejgamberi alayhis salam dhe i tha pejgamberit Osmani më ka marrë borxh dhe nuk i ka kthy. Tha Osmani pejgamberi, as i ka marrë borxh, as kam pas nevojë me ja kthy. Tha Osman, ky po t'akuzon. I thot akuzuesit, dëshmitar thot, nuk kam, po mi ka marrë. Le të betohet Osmani me fjalë që s'mi ka marrë. Dhe normalisht, sipas shariatit, gjyqi ndahet në të lloj forme, ose dy dëshmitar për atë që pretendon, akuzon, ose beja për atë që mohon akuzën. Dhe Osmani radiallahu anhu kur kaloi beja ke Osmani,
Tho pejgamberi, ose kam ndërmend me u betu për dirhem. Nuk bëje mirë për dirhem. Parë nuk kam nevojë për dirhemet e tij. Po me që është puna kështu, të zgjedh me 10 dirhemve, që as s'e kam marrë, as s'e kam kthyr, s'e kam marrë fare. Dhe mes bes ma mirë po pranoj me që ti kthej 10 dirhemet. Osmani ishte milioner. Dhe shumë mirë mund ta kishte mbyllë të çështën me fjalë. S'kishte nevojë me marrë borxh. Mirë po njëkohësisht me fjalë kishte pse pranon, kur erdhi puna ke beja, sa Osmani, Allah nuk është kaq i lirë për mua me fjalë që ta bëj beje Zotin me fjalë për 10 dirhem. Pa deri këtu. Prandaj beja e tepërt me vetë nuk është Pra e thotë Allahu Madhush, wala taj'alullaha urdatan li imanikum, mos e bëni Allahun Madhush pengesë për të bërë punën e mirë nëpërmjet betimeve tuaja. Mbaj veten me njëkohësisht ka aty dhe mbaj veten e lirë. As ke pse betosh, po betove edhe kur s'ke me e bë diçka me fjalë, ti i detyruar me e bë. Por ndryshe i detyruar ose të lirosh një sklav, ose ta xhirosh, ose të ushqiesh me fjalë të fukarej. E tema. Se e përmend Allahu Madhush këtë detaj. E përmend detajin e betimit, wa aqsamu billahi jahda aymanihim, dhe u betun Allahu Madhush me betime shumë të forta, që nëse do na vi para Muhamedit para profetit, ne do të besojmë edhe më tepër, do të jemi më të udhëzuar se sa po më parë. Por ta thënë Allahu Madhush ata nëse gjithmonë kishin ndërmend më udhëzues, kishin nevojë me u betu. E para, e dyta, ata kishin profetin aty, megjithatë nuk udhëzon. Falemma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura. Dhe kur me gjithmen ju erdhi profeti, që ishte pejgamberi alayhis salam, atyre ardhe e vetë profetit nuk ju bëri gjë tjetër përveç se shparuar, shtoi akoma dhe më tepër këmbë. Inatin, këmbguljen në të kodë dhe refuzimin e të vërtetës. Ju e ekstremi çonë ekstrem. Wallahi billahi tallahi wallahi billahi wallahi billahi tallahi. Kur vjen momenti me kry gjën, wallahi billahi tallahi wallahi billahi tallahi dhe në ekstremin tjetër. Pra u betova se do ta bësh kur vjen momenti me kry veprimin. Prapë me ka përdor betime për mos me kry veprimin. Pra fillon me ekstrem, mbaron me ekstrem. Ai që me gjithmonë ka nevojë ka ndame me besu Zotit, s'ka nevojë për betime. As betime të lehta, as betime të forta. Ato u betuan se po na erdhi profeti, ne do besojmë. Dhe ma ka ashpër besim dhe më këmburi se sa ata të tjerë përpara. Kur erdhi me gjithmonë profeti, shve ekstremi, ma zadahum illa nufura. Thatë me fjalë, u shtu akoma dhe më tepër këmbgulja dhe inatin me të vërtetë. Nuk e pranon. Dhe këto ka fjalën me fjalë për hithtarët e librit për Qifutu, po edhe për politeistin. E rëndësishme këtu për teja asaj se për ka fjalën, Allahu Madhush na kuron një fenomen. Kush është fenomeni? Fenomeni i, le të themi, i ekstremit marrëdhënie me të vërtetën. Pra, e vërteta është e vërtetë. Faktet i ka të qarta. Dhe Allahu Madhush me sjell në dynja jo për të tregu a ke besu, a ke as ke besu, do besosh as do besosh. Allahu Madhush ka sjell vërtetën një për të jetuar me të, për ta pranuar. Pra ne s'ka nevojë si me thamë për të bërtit me të madhe, as për beja të mëdhaja. Edhe puna e mirë, s'ka nevojë kur do me e bë një punë të mirë ose e ke nda menën, s'ka nevojë për betime të mëdhaja. Ai që betohet shumë, na thotë ky ai pranor, pra për ta thjeshtuar mos prit shumë prej tij. Pra domethënë aty ku e dëgjon me hap për sofrën e madhe, merr lukun e vogël me vete. Kurse njerëzit që me gjithmonë ka duan me vot, rrallë me japin fjalën, me vështirësi japin fjalën, po edhe kur japin fjalën me fjalë japin me zot ul. Edhe më njëherë shkojnë drejt kujt, drejt zbatimit asaj që kanë thënë, pa zhurmë atë të mëdha. Ose po u ballafaqove me fenomenin e tregimit të çdo kështu livat. Është gjë më e lehtë, mos ka ta kam kryer me atë. Po si më ai se shpona do mundo. Do bëj maksimumin, në fund ka drejt Zotit ka parë të vendos. Se në fund fundesh të Allahu Madhush faqe i kryet. Pra unë edhe personalitetin tënd, bëj edhe sebebet, jepi maksimumin e sebebeve. Pra qetësoj ti në aspektin e sebebeve s'kemi për të lanë xhemanët. Në fund është Allahu Madhush që e vendos. Falemma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura, dhe kur ju erdhi me të vërtet para lëmrusi profeti, kjo nuk bëri përveç se u shto çfarë, aty u shto akoma më tepër largimin nga Zoti.
largimi nga Allahu i mandueshëm. Do të thonë fakti është fakt, e vërteta është e vërtetë, s'ka nevojë me vërtet shumë, po edhe punën e mirë, atë që ka ndërmend me e bë, po pa zhurmë. Se në fundit ditën e Kiametit nuk do shkruhen betia, do të shkruhen betimet. Po mazallah shkruhen për keq, ajo që merr ka vlerë, ka Allahu më kush është vepra reale. Istikbara fil ardi wa makra sayyi. Dhe këto mohim të vërtetës ata e bën në shenjë me madhësie në tokë dhe me kresej dhe e shoqëruan këtë me madhësi edhe me komplot të ligë. Edhe pra shoqëruan, pra e mohuan të vërtetën, i ranë hasha, duke bërë istikbaren, duke bërë me i fjalë, me në madhësi në tokë dhe duke bërë komplote në tokë. Edhe kjo është natyra që futet dhe përgjithësi. Wala yahiqu al-makru sayyi illa bi ahlihi, dhe këtu Allahu mandueshëm subhanallah. Na jep një parim shumë të madh, që na hyn punë shumë edhe në jetën tonë të përditshme, veçanërisht marrëdhënia me të vërtetën. Dhe kjo po ndodh. Po ndodh edhe atje, ka ato vëllezër tonë që kanë krijuar model gjigant tashmë, Gaza. Ndodhi ata tek vendi që quhet Izrael, po edhe tek lufta e fundit me fjalë mes pra në gjirin persik, po ndodhe këtu brenda, edhe këtu brenda po ndodhin, është e çuditshme fenomenat të wala yahiqu al-makru sayyi illa bi ahli, dhe komploti i lig. Çive? Dhe komploti i lig fundin e kanë mbi kokën e atyre që bëjnë komplot. Ai që thur komplote kundër njerëzve, komplote të liga, në fund cili është rezultati? Do i bie në kokë atij që vetë bën komplot. Kjo është ligj binor. Nuk ka njeri që ka bërë ligësi, që ka bërë komplot ndaj të tjerëve, përveç se Allahu mëndueshëm ja ka bërë që ai vetë ta shijojë. Ai vetë ta shijojë. Dhe kjo shërben në nivel popujsh, edhe shtetesh, edhe civilizimesh, edhe individësh. Kush përpiqet me i bë kropën vllajt të tij ose shokut të tij, bie vetë brenda të. Dhe kush me i thaj bën një të keq, një të ligë dynja ndaj njerëzve, nuk vdes pa i shiju pasojat asaj të ligë vetë. Dhe këto e ligje hinore, veçanërisht vëllezër dhe motra dhe ata që na ndjekin nëpërmjet rrjeteve sociale. Kur vjen puna veçanërisht ke zullumi, ke padrejta, do ta keni frikë shumë zullumin. Allahu mëndueshëm në çdo fushë të jetës ka vendosur ligje, sunen, ligje hynore, qawanin, ligje të padiskutueshme. Ligje të padiskutueshme. Por edhe në jetën sociale ka vendosur ligje të padiskutueshme. Në çdo fushë të jetës. Për shembull, e bëre punën e mirë, e ke bërë ashtu siç duhet, e ke bërë për atë të Zotit, siç ka thënë Allahu. Po sigurisht, s'ka për ta lënë Allahu mëndueshëm për ta shpërbyer. Edhe nëse rezultatet e asaj punës të dalin që ke bërë ti, Allahu mëndueshëm mundin e mirë s'ka me ta lënë pa ta shpërbyer. Do ta jep krahun tjetër. Edhe po ta sjell Zoti krahun tjetër, mos u mërzit. Pse? Është ligj. Inna Allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allahu mëndueshëm nuk e humb mundin atij që e ka bërë punën mirë dhe ka ders. Tamam? Pra me i fjalë, është ligj, e bëri një punë të mirë, mos u mërzit. E ke bërë ashtu siç duhet, mos u mërzit. Edhe ç'është e dynjaja, e ke kryer punën mirë. Mendo se ke marrë hakun aq sa duhet, ti mos u mërzit. Allahu mëndueshëm nuk e humb dersin. Por derisa ke ders halal, mos u mërzit. I ke kryer sebebet to. E ke bërë ashtu siç duhet. Është një punë që kënaq Zotin. Që si ke në hak kujt, është me halallëk, me ders po. Nuk ta humb Zotin. Herët apo vonë ka për të ardhur ajo. Kjo është ligj. Por Allahu nuk e ndryshon gjendjen e popullit derisa ndryshojnë veten e tyre. Do më bën ndryshime shoqëria, ndryshove veten. Ka për ndryshuar shoqëria, s'ka për ndryshim. Kur vjen puna ke zullumi, ligji të zullumit Allahu mëndueshëm ka krijuar i ka lënë një sipërfaqe shumë të gjerë në Kur'an. Pse? E para për mos më na lënë detaje lidhur me zullumin, pa na seru, dhe e dyta për ta drejtuar me për ta kujdes se zullumi është shumë i ligë. Natyra e zullumit është se ta mëltohet. Kur ta mëltohet me fjalë fillon njeriu dhe skllavrohet zullumit. Mirë po skllavrohet aq shumë sa që verbohet lidhje me fundin. Ai e kupton se është duke ra në ner, por mahnitet me zullumin se i duket shumë i bukur, derisa vjen momenti dhe bie në ner. Mirë po zullumi që e bën njeriu në dynja nuk vdes pa shiju një pjesë atij zullumi edhe në dynja, nuk vdes nuk shon bollën tjetër. Wala yahiqu al-makru as-sayyi illa bi ahli. Dhe ai që bën komplotet këqija
Pra me fjalë ka bërë ligësim dhe tjere. E ka që ke njerëz në dynja që kanë qef me bukeq. Vujnë ka shumë nga protagonizmi, nga dëshira për qenë që të vëmendësh, që këto e bëjnë edhe duke qenë me fjalë duke bukeq. Pra, le temi dëshira për të fut njerëz në shaman, për të shpif, për të bë komplot, për të bë ligësi, për të bë keq, për t'ia dështu tjetrit. Iniciativën, punën, ke njerëz në dynja që e kanë qef. Është natyra e tyre. Dhe kush është i sprovuar me këtë realisht është i sprovuar shumë. Dhe mund ta arrijë deri atje, saqë edhe pse Allahu mënueshëm ja bën që të shijojë her pas here frytet e komplotit të tij, i shijon, prapë nuk të heq dorë. Nuk heq dorë. Derisa vjen momenti, saqë nuk ka më kthim mbrapa. Dhe ligji i Zotit e kalon këllëromin në çfarë? Në shkatrim, në denigrim total. Dynja para ahiretit. Kur me fjalë frytet e zullumit në dynja janë kaq të liga, saqë kur njeriu do kishte dashur me radhë ty, përfiton ahiret, Allahu na ruaj. Wala yahiqu al-makru as-sayyi illa bi ahli. Do të thonë thotë Allahu më shumë pra, komploti i lig frytet e tij nuk i bin kokë përveç atij që e ka bëvë. Që do thotë momenti që ka shkuar në ato kjo e kronor, të shkojë mendja me i bëj komplot të lig tjetrit, dije se fatikisht që në sekondat e para dhe në hapet e para të këtij komplotit lig, ti kujt po ja bën? Po ja bën vetes tënde. Për një momenti mendon e arritë të qellove, me fjalë goditje tjetër, ja ule kokën. Fatikisht ti po punon për të ulur kokën kujt? Ai që po komplot lig, vetes. E thot Allahu te wala yahiqu al-makru illa bi ahli. Fa hal yanzuruna illa sunnat al-awwalin? Mos valla ta presin të veproj ligji hynor që veproj tek zullumqarët e popullit mëparshëm, illa sunnat al-awwalin. Atë presin? A nuk nxjerrim mësim thjesht duke e dëgju dhe duke e mësu dhe duke e kuptuar se çka kanë pasuar ata që kanë bërë komplote të liga ndaj njerëzisë? E kuptove po, pse i ka sjellë Allahu të ngjarjen në Kur'an? Faraoni, Karuni, Hamani e shumë të tjerë. Për nxjerrim mësim. Mos shkon më tutje më. Se to e ligje hinore. Nuk marrin me fjalë, nuk i bëjnë kompliment as kërkujt. Do të thonë nuk mbajnë me hadra as kërkujt, janë ligje të forta. فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. Ligji i Zotit, sunneti i Zotit, ligji i Zotit nuk ndryshon asnjëherë dhe ligji i Zotit nuk zëvendësohet asnjëherë dhe nuk e ndryshon destinacionin dhe rrugën e tij. Domethënë, kur thonë valen tajid li sunnetillahi tahwila, do të thotë ligji i Allahut mëndueshëm është i përcaktuar me përpikmëri. Në momentin që ti e fillon zullumin, ose njëri fillon zullumin, që aty me i fjalë fillon zbatohet ligji i Zotit për shkak gradualiteti, ti e vallon mëndueshëm një herë mundsi, 2 herë, 3 herë, burr, pastaj ta çon një selam i goditje. Përfitove, u tërhoqe elhamdulillah. Su tërhoqe felemma nesu ma dhukiru bi. Kur ata që e bën zullumin, haruan selamin që u aquan, burr, ta çon selamin Zotit, hap syt, rriq, boll. Alhamdulillah. Na shpëtoi Zoti ktheu, vazhdo. E harove selamin e parë, bukur bëre gjithë atë zullum. E harove selamin e parë, edhe pse sa çoi Allahu në selam, ti prap vazhdon duke vrarë, duke prerë, duke buzullum, duke haramliqe, budalliqe, krime, korrupsione, vjedhje me miliona etj. Thot Allahu më. As mjaftoi? Jo, nuk mjaftoi fakti që të dash kohë, të mbulova, nuk shkatrova, edhe pse që në hapin e parë me jetoj shkatrim jo. Ta çova një selam, ti prap me fjalë, një sprovë, prap. Amin. Fatahna alehim abwaaba kulli shay. Po hapim dyert e gjithë shkaj. Ka Allah më ndushëm dynja asa një kramizë s'ka vlerë. Asa një kramizë. Nëse dynjaja do kishte pas vlerë ke Zoti sa një kramizë, as një glënk ujë do ja kishte dhënë qafirit, mohusit. As një glënk ujë do ja kishte dhënë mohusit, fare. Por fakti që të fare, Allah të gëllohë me dynja s'ka pikë vlerë, la fare. Pra ne thëtë qarë, unë ropë të mi, thëtë Allah më dhe i kam sjellë në dynja, pra ju kam krijuar, të punojnë dynja për të fituar xhenetin. Edhe ta shijoni dynjan. Por s'mund ta shijoni vetëm se çfarë?
duke jetu si sa pas asaj që më kënaq mu. Dhe kështu shihoni edhe dynjan, edhe akireti. Për këto e kam kriju dynjan, për të fitu xhennetin. Ju doni vetëm dynjan, zullum, selam, nuk dëgjoni mësim. Sa do miliona, nuk gopesh me miliona, sa do. 100 milion, pak. 10 miliard, po, bujnë. Edhe kur arrin dhe egzaltohesh dhe mendos se ke kap qiellin me dorë, çfarë ndodh? Ka të mbahtet e ndërhyn Allah mandush me goditjen e tij pefasisht, fe i dha mobilisun, dhe a dini se cili është halli më i madh i zullumçarit kur arrin në fund? Halli më i madh dhe vujtja më e madhe psikologjike dhe shpirtërore kush është? Është se deri para pak kohësh kishte pushtet, kishte famë, kishte parë, kishte milionat. Edhe me miliona mund blite gjithçka, mund ndryshote edhe jetën e popullit që se thot bambu. Vi moment kur ndërhyn përfundimisht ligji i Allahut mëndueshëm. Këta lloj njerëzish i zhvesh totalisht nga çdo lloj shkaku, mbështetje dhe ndihme dhe ngelen hap karrek me kur thot populli, domethënë ngelen pasi dhe mbështetje pa pasi, fare asgjë. Karunin me vinën e vet, 12 burra me zor mbanin çelësat e magazinat të Florinit. Toka filloi duke e përpi Karunin, toka. Njerëzit po e shikonin që toka po e përpi, nuk i zgjashin dot dorë me i fjalë. As një litar me alshur, s'bën fajt. Përfituron për shkak janë disa materiale filmike shumë bukura. Kafsha ka ngel muke balta thithse. Ose bukur ti s'ke mundësi edhe një litar me alshu, sepse po të shkojsh një hap më tutje edhe ty shlytesh aty brenda. Plane, kjo është vujtja më e madhe shpirtërore e kësaj kategorie. Dynja para ahiretit. Pse? Sepse me i fjalë gjithë ata që deri dje dhe mendon njeriu vetëm e të rrethuar nga gjithë ky pushtet, famë, influencë, ngelet totalisht vetë. Dhe as kërkush edhe ata që drejt tje i kanë thënë më e mirë se ti s'ka, më e bukur se ti s'ka, më e fuqishëm ti s'ka, si janë kërkuar me dondim, subhanallahu. Dhe kjo lloj vujtje do jetë edhe në ahiret, edhe në ahiret. Vujtja më e madhe e xhenemlive kur do jetë? Jo thjesht momentin që futen në xhenem, por momentin kur i thot Allahu mëndueshëm ihsa u viola të kelimu. Mbylleni gojën, qëndroni aty të heshtur dhe mos më flisni më. S'ka më. Domethënë s'ka shpresë as kërkund. Jo vetëm që pas nuk lejohet me fol edhe me kurti të mulurit. Allahu na shtoft. فهل ينظرون إلى سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. Edhe ligji të Allahut mëndues nuk i gjen, pra nuk do të gjesh që ligji i Allahut mëndues të devijojë ndonjëherë apo të zëvendësohet. Nuk devijon ligji i Zotit. Pra nuk mund të thush që ka funksionuar ke faraoni, nuk do funksionojë kjo. Ligji i Zotit funksionon me të gjithë. Nuk gabon kënd ligji i Allahut mëndues. Ligji i Allahut mëndues nuk gabon asgjë. Pastaj Allahu mëndues për të na sjellë vërtetim të kësaj, që ligji i Zotit nuk ka as devijim, as zëvendësim na thot. Awalam yasiru fil ard fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim. Po nuk patën mundësi, nuk patën sy që të ecin nëpër tokë, që të shikojnë se si ishte fundi atyre para atyre. Gjëja kryesore që na bie ne si besimtarë sy, kur shohim piramidat ose kur shkojmë vizitojmë si puna e piramidave, dhe unë këshilloj vetëm tim dhe ju vetëm veçanërisht kur shkojmë këto vende edhe kur shkojmë Rom. Rom. Ka i Koloseu i madh atje, ka qenë Mark Aureli, Cezari, gladiator të mëdhej, komandant të mëdhej, bukur. Kam vdekë me fjalë me qindra mijëra njerëz për ta ndërtuar, edhe me 10 mijëra me qindra mijëra gladiator për t'i bërë qevin në Mark Aurelit, edhe me fjalë perandorë të tjerë. Si puna e tij. Allahu nuk i ka lënë shenja, pse ka lënë si shenjë? Për këta jetë kuranore, vëllem yasiru fil ard, civilizim shumë i madh ka qenë Roma. Pra ne ka lënë Allahu mëndueshëm atë për ta thënë çfarë? A nuk keni ecë nëpër tokë për të parë se si ka qenë fundi aty para jush? Vetëm të shifut me për ta ndërtuar Koloseun janë vrarë mbi 20-30.000 veta. Pra në shifut nuk nxjerrin si. Gladiator thuhet që janë vrarë 120.000 veta gladiatorë. Dhe mishin e tyre trupe kush e hanin? Hanin hienat, ujqt edhe luanët e tigrat.
Nga të vërtetë të faktë se janë zbuluar. Dhe kur shkon ke Roma e lashtë, shikon me vërtet një mrekulli e jashtëzakonshme. Edhe sot teknologjia nuk e bën dot. Edhe akoma është trotuari me fosa e bulevardi i madh, nga Koloseu deri në ecën me kilometra. Edhe shikon anash, ndërtesa të jashtëzakonshme. Ku është sot e pranërika që mund? Thot Allahu më esin. Apo Pompei, thot Allahu më esin për tokë. Dhe shikoni si ka qenë fundi atyre cilë ka qenë para jush. Apo shiko piramidën. Thot pejgamberi kur shkoi për të kaloni ke medaljen sale, ke qytetit ose vendbanimi i profetit Salih, esi me shpejt edhe mundoni edhe qani. Pra me fjalë, se më thënë, sepse aty kanë rënë dëshkimin e Zotit. Ata ju krenuan Salihut me forca ne s'ka, ku janë sot. Në thotë Allahu më shumë, wa kanu ashadda minhum quwwa, dhe ishin më të fortë se ata, dhe më të fuqishëm se ata. Mi po e bukur se ky ai kuranor është përjetësu në Kur'an, është përjetësu në Kur'an. Dhe çdo civilizim që ka ardhur, prej këtyre që ka përjetësu Allahu më shumë në Kur'an, vazhdimisht kanë qenë më të dobët se sa civilizimet që kanë qenë më parë. Për qeni përjetshëm ky ai kuranor, ata më përpara kanë qenë edhe më të fortë me fjalë se sa ata që janë. Edhe me të vërtetë, po të shikosh me një civilizimi sot. Kemi qenë James Webb ku? Pa teleskopin. Egjiptologjia në vërteton se komunikimi i shkencëtarëve të Egjiptit në kohën e faraonit me hapësirën, aspektin e komunikimit me yjet, me energjia, me disa çfarë, ka qenë shumë më e përparuar se sa sot. Jashtëzakonisht më e përparuar. Në aspektin përfitimit nga energjia, jashtëzakonisht më e përparuar. Pa civilizimin më përpara kanë qenë më të përparuar se sa këto që janë sot. Ndërtesat që bëhen sot, bu garanci 100 vjeçare dhe vazhdimisht duhet me restauru. Piramida këtu e 7.000-8.000 vjet nuk ka nevojë më restauru. Kanu ashadda minhum quwwa, ishin edhe më të fortë, më të fuqishëm se ata. Dhe këtu mos harrojmë, civilizimet më përpara kanë qenë më të fuqishme se civilizimet sot. Wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fi as-samawati wal ard, innahu kana aliman qadira, dhe Allahu nuk mund të askush mund t'ia kufizojë fuqinë dhe forcën, dhe s'mund ta bëj të pamundur me as në tokë as në qiell, sepse vetë Allahu është krijuesi i tyre, innahu kana aliman qadira, me vërtet Allahu mund të është i dishëm dhe është i fuqishëm. Por na thanë Allahu më shumë që sado që të esi përpara në fortë fuqi, mos u shkoj media me fjasin të patë se nuk më shëmë. 8 milioni njëri thotë, shpo desh mu që u futa ke lufta e nare. Po, këtë që desha. Du mund të bëj pa tjetër hartën e Izraelit. Nga Nili deri në Furat. Më i thonë të vetë, më i thonë të tjerët, më ato që e kanë ngrejt aty kanë të hejtë, së bënë, se nuk kanë dëshu gjënë. Jo, po unë të të bëjt atë. Ja që zoti kancerin në krahun tjetër, po? Jo, po të futemi ta bëjt. Sepse vazhdimisht jam mësuar të jetojmë me luftë. Pra ne po kërkojmë luftë halal. Sepse me 7 tetor, vëllezër dhe motra, 7 tetor 2023 u çmontu ajo karabinat djalli, ai tumor djalli që është që quhet sot u çmontu, filloi çmontimi. Si t'ia zgjasim jetën, ban këtu, ban atje. Puna aty që ka shpirtin e fytyrë edhe po përbëlitur nga të katërat. Kjo e fundit, mos u fut mëre, sepse e këtë hume, tash e thot, mirë unë i mirë, pse u futa, që mu desh mu. Tash i orbarë më nga një e du, po si dhe se mi do. Po lëshoj nuk më qonë. Po hikë më rrit, nuk dak do. Se janë shumë gjërë në mes. Thot Allah më, kanë Allah më diva që zë u shemë. Allah më ndushme diva, min shemë fitë se ma otëve. Allah më ndushme, kur kërkush nuk mund t'ja qenoj fuqinë e ti dhe forcën e ti, asë në qëllë asë do. Mi po pse gjithë kjo lloj arrogancë, se në momentin më të fundit, kjo lloj arrogancë që kemi përmend, arri deri atje dhe që mendon, sa që mendon çfarë, nuk ka kush në botë që mund të frenojë. Shkoj atje e kapi atë presidenti kështu si leporushme, ka dhe mendon se ku do të fut në atë formë. Dhe vjen momenti ka da bek se ka hende, vjen tjetër ta në garin e kufini. Edhe kupton që zullumçari edhe fuqia ime pas ka një limit. Këto e ligjet e Allahut më shumë. Mirë për ka disa arrogant budalla që nuk e marrin vesh vetëm se me çfarë. Me sakit kokës me ne.
Mos u fut, se do gjesh belan. Ka hyrë dhe do tash. Në kam tjetër Allahu mëndueshëm. Se po ndodhin sa zhvillime shumë të mëdha vetë. Dënotë. Shumë të mëdha ndodhin. Dhe shumë shpejt gjëllat me lena Allahu mëndueshëm kanë shumë të mirë. Dhe inshallah me fat pa dhamë të mëdha. Innahu kana aliman qadir, dhe Allahu mëndueshëm është i dishëm dhe i fuqishëm. Domethënë, Allahu mëndueshëm ndërhin me fuqinë e tij dhe e çon në fund efektin e ligjit të tij kur do e vetë. Pra e thot pejgamberi sa inna Allah la yumli lil zalim hatta idha akhadahu lam yatrukhu. Allahu mëndueshëm i jep kozë dhunçarit. Derisa ta mbush kupën, më që e mbush kupën Allahu mëndueshëm pastaj e shfaros. Mena 24 orë. Menda 24 orë. ولو يؤاخذ الله ساي مشير شو نزول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. Dhe nëse Allahu mëndueshëm do t'i kishte ndërshku njerëzit për shkak të çdo mëkati që bëjnë, nuk do kishte lënë faqet dheut as i gjë gjallë. Nëse Allahu do t'i kishte ndërshku njerëzit për shkak të gjunafit që bëjnë, do t'i kishte ndërshku për çdo gjunaf, do kishte lënë gjë gjallë në faqet dheut. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, por Allahu mëndueshëm i vonon deri në kohën e që ka përcaktuar Allahu. Musamma e ka vendosur Zoti. Fa idha jaa ajaluhum, dhe kur vjen ajali ose koha e përcaktuar, fa inna Allaha kana bi ibadihi basira, me të vërtetë Allahu mëndueshëm e di shumë mirë se çka kanë punuar robët e tij dhe do t'i ballafaqojë me punët e tyre. Kështu vëllezër dhe motra, ne kemi ardhur në fund të surës Fatir. I lutemi Allahut mëndueshëm që të na bëjë për atyre që dëgjojnë Kur'anin, e lexojnë atë, e kuptojnë ashtu siç duhet, e vënë në jetë ashtu siç duhet dhe mundohen me rregullu veten e tyre dhe njerëzit me fjalën e Allahut mëndueshëm. I lutem Allahut mëndueshëm që këto mësime që kemi marrë deri tash na bëjnë dobi edhe në dynja edhe në ahiret. Allahu mëndueshëm e bëj Kur'anin për ne dritë të zemrave tona, të mendjeve tona, lehtësim të halleve tona dhe të lasheve tona të breshme dhe të jashtme, dhe Allahu mëndueshëm e bëj për ne dëshmi Kur'anin nur në varret tona dhe dëshmi dhe ndërmjetësim ditën e Kiametit tek Allahu i mëndueshëm. Allahu mëndueshëm na mundsoj që këto mësime të trashëgojmë brez pas brezi dhe me këto mësime të rregullojmë edhe veten tonë dhe shoqërinë tonë në këtë epokë që njerëzia ka nevojë për fjalën e Zotit dhe për dritën e tij më tepër se kur do herë tjetër. Prandaj këto mësime që kemi marrë nga kjo sure dhe nga sura e para, le të ndihmë të përgjegjësim për edhe për shoqërinë. Shoqëria e nesh realisht ka nevojë për këto mësime, kështu që mos tregoni bujar me njerëzim lidhur me këtë çështje më të asaj. Me lejen e Allahut mëndueshëm, javën e ardhshme do fillojmë me surën Yasin, një surë kaq të njohur dhe të dashur për ne si muslimanë, të mundohemi vajsa në kalon Zotit të hatë dhe dritë që të nxjerrim pa disa kuptime thelbësore të fjalës së Allahut mëndueshëm në këtë surë. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.